Sot po ju la këtë recetë të mrekullueshme me një shije fantastike që përgatitet shumë shpejt e shumë lehtë, peshk me patate në furrë. Kjo është mënyra se si e përgatisun këtë tavë. Atëherë fillojmë me recetën. Si fillim, peshkun masi e kena la e pastru mirë e vendosim në tepsi me letër furrë pak vajulini, hedhim kryp në ta në anë e në bark i fusim nga një fetë limoni e nga një thelbë hudre. E në fund i hedhim pak piperzi e kalojmë me një anë. Tash marrim patatet, cilat i kena qëru e la, i kena prej në feta as shumë të holla, shumë të trashen si në video, i hedhim kryp, piper, hudër, rozmarin e shumë vajullinit, unë i shtova i karrot, i përzim mirë dhe i hedhim të peshku. Masi i kena hedhë këtë patatet, i shtojmë pak vajullinit si për peshkut, i hedhim edhe një gjysë gote me ven të bardhë, e i shtova disa kukra ulli. I vendosim një 2 feta limoni, e mbloj me letër alumini, e pjekëm furrë para ngrohur në 230 gradë derisa të zbutet patatet. Masana i largojmë letrën e lam për pak minuta sa të marrë ngjyrën e duhur. Faleminderit.